Kur mëkati hyri në botë, nuk u ndryshua vetëm njeriu, por edhe marrëdhënia e tij me të vërtetën. Bibla thotë se njeriu tani i dëgjon me dëshirë atë që i le të thonë veshët, por jo Perëndin. Prandaj, Perëndia na dha fjalën e tij, jo si barë, por si dhuratë. Përmes Biblës, Perëndia flet qartë. Ai tregon kush është, çfarë dëshiron dhe mbi të gjitha, çfarë ka bërë për ne. Pa fjalën e Perëndisë ne humbasim rrugën. Krijojmë vete një imazh të Perëndisë dhe një rrugë tonë drejt shpëtimit. Por fjala e Perëndisë na udhëheq drejt. Së pari me ligjin që zbulon mëkatin, dhe pastaj me Ungjillin që tregon shpëtimin në Krishtin. Kur ti hap Biblën, Perëndia hap gojen. Dhe kur Perëndia flet, ai jep jetë.